sepse për shkak probleme psikologjike, shpeshherë nga që atraktohen shumë pikërisht nga bota e rrjeteve sociale e konsiderojnë jetën e Instagramit si një jetë reale, pra ka problematika të ndryshme. Të qëndruarit në telefon, probleme me cervikalin, me shëllën kurrizore, pra postura, duke qëndruar për një kohë të gjatë, mund të ketë problem, mund të shkaktohen probleme në cervikal, pra në roazat e qafës, gjatë të cilës mund të deformohen, gjatë të cilës mund të kërkojë një trajtim, për shembull nga një fizioterapist, madje edhe nga një ortoped. Pra është një gjë që ne për shembull fëmijët tanë duhet që t'i japim edhe prindërve, duhet t'i japim mesazhe sensibilizuese që të përdoret teknologjia në mënyrë sa më efikase. Norvegjia apo Finlanda apo Suedia sot para pak kohësh kishin nxjerrë një lajm që do kufizonin në klasa për shembull apo në gjimnaze do kufizoheshin të gjithë telefonat, që do thotë telefonat do ishin jashtë orarit mësimit, që njerëzit ishin më të përqendruar. Pra duket sikur teknologjia domethënë ka evoluar, ka krijuar revolucion global, por duket sikur e ka sfumuar pak atë konceptin e shoqërisë pastër. Ka qenë shoqëria viteve 80, e viteve 90, domethënë që kemi qenë më harmonik me njëri tjetrin. Kemi qenë më social me njëri tjetrin. Sot jemi bërë dhe shoku im i ngushtë digital, pra Ermandi dhe Ermandia i shoku im i ngushtë digital, dhe kjo ka shkaktuar atë distancimin, pra krijimin e prishjen e kësaj harmonie sociale. Pra unë përmend teknologjia ka krijuar është 90% anë pozitivisht, sepse ka ndihmon në punën tona, është efektive, dhe fëmijët sot zhvillohen më shumë anë të teknologjisë, didaktika mësimdhënies me anë të teknologjisë është akoma më efikase, por në anën tjetër është që po jetë shoqëria është kthyer shumë automatizuar. Pra thënë ndryshon një shoqëri robot, punë shtëpi, duke humbur atë konceptin social. Madje mua më ka marrë malli për shembull që para 30 vjetësh kur luanim në fëmijë në atë kohë, domethënë, si 40 vjeçar kam disa kujtime, domethënë duket se po jetoj në dy periudha, periudhën që kemi qenë shumë sociale dhe periudhën e evolucionit të teknologjisë. Na mungonin ato kohë të bukura, domethënë kur ishim më social, më të mirë me njëri tjetrin. Sot teknologjia ka krijuar indiferencë më të madhe. Çdo gjë e gjejmë në telefon, për çdo pyetje të caktuar apo dyshime apo skepticizma të ndryshme përgjigjet i gjejmë në telefon. Sot gjuhët e huaja mësohen në aplikacione, domethënë e kupton çfarë thjeshtësimi ka bërë teknologjia, është një gjë që po jetojmë domethënë në një epokë ku unë mendoj maksimizimi i teknologjisë. Ndërsa një tjetër gjë dua të prek një klauzor të Elon Muskut që thotë që ka paston deri diku që ne do okupojmë Marsin sepse e ka të shkruar të në bluzë okupaj Mars. Por që kur u dërgua anija kozmike Artemis 2 që pati sfida të mëdha për të shkuar në hënë, që hëna është sateliti më i afërt me tokën, është 300.000 kilometra larg, dhe pati sfida të mëdha si kosto monetare, si sfida shëndetësore të tjerë, atëherë këtu pas një tërheqje të Elon Muskut, që do të thotë që ne akoma e kemi të pamundur të posedojmë atë teknologjisë, ose teknologjia të na mundsojë një udhëtim në Mars, duke pas parasysh që Marsi është planeti ynë më i afërt, por që ndodhet 150.000 kilometra larg. 150 milion kilometra larg. Që do thotë 9 muaj deri 1 vit të shkosh, 9 muaj deri 1 vit të kthehesh. Pra i bigati një mision të shkojë 2 vjet e gjysmë 3 vjet. Që biologjikisht ne nuk e suportojmë dot këtë lloj qëndrimi në hapësirë për një kohë kaq të gjatë. Ktu ishte domethënë ajo çetimi që me sa pafsh edhe unë nëpër media që dhe Elon Musk u tërhoq. E kishte kthyer fokusin e tij në hënë. Ju thot pak më herë që Hollywoodi ka qenë nismëtarja e disa ideve që lidhen me inteligjencën artificiale, sepse ka krijuar dhe ka publikuar filma që e kanë transmetuar këtë realitet që ne kemi sot shumë kohë më para. Mendoni që ka qenë programuar, pra Hollywoodi ka ditur diçka çfarë do ndodhte në të ardhmen, apo e ardhmja është diktuar pikërisht nga si shembull nga filmat e Hollywoodit? Unë mendoj që mund të jenë, ke shumë të drejtë marrë, mendoj që mund të jenë të dyja klauzola, por do mendoja këtë që ka parashikuar të ardhmë për vetë faktin sepse në atë kohë kur regjisorët apo autorët krijonin apo ideonin filma mjaft çuditshëm, fantastikë shkencor, ai lloj teknologjie nuk ka pas ekzistuar. Që do thotë pikërisht pra ato kanë pasur një lloj
duket sikur e kanë menduar, e kanë parashikuar që me anë të këtyre filmave fantastiko-skencore, domethënë realizohej diçka nga Silicon Valley. Për shembull, të krijojë një film me atë njeriu 200 vjeçar që quhet Bicentennial Man, është shumë interesant, që nga një robot u kthye në një njeri etj. Sot u krijuan sistemet humanoide, dronët fluturues. Më fal, makinat fluturuese që janë dronët, para pak kohësh nuk kanë qenë, sot kemi taksi fluturuese që janë në formën e dronëve, që dikur para 20 vitesh ato filma në Hollywood ekzistonin. Pra, filmi me Will Smith, I, Robot, ka qenë pikërisht një paralelizim fantastik me humanoidët. Për të treguar një film që në atë kohë ka dhënë mesazhin edhe të evolimit vazhdueshëm, por edhe mesazhin e efekteve anësore. Po ta shikojmë një nga ato robotët u kthye për shkak të erroreve që patin në mikrokontroller apo në mikrochip apo në mikroprocesor, kthyen në kundërshtarin kryesor të njeriut. Jo se sistemet robotike kthehen në kundërshtarin kryesor të njeriut, por kjo ka një term generalist që inteligjenca artificiale, nëse keq përdoret, na kthehet në bumerang. Pra, edhe marrim profilin e graphic designerëve. Sot, për shembull, para shumë kohësh edhe unë kur merreshim me aplikacione të ndryshme, me software, ka qenë ai software i famshëm që na jemi rritur me të, Adobe, domethënë Photoshop, Adobe Premiere etj. Sot nuk ke nevojë më ta përdorësh atë Photoshopin për të edituar një foto, sepse aplikacionet me inteligjencë artificiale ty ta bëjnë atë montazhin siç e do. Sot janë krijuar aplikacione të cilat klonojnë zërin, do të thotë regjistrojnë zërin të shqip dhe ti shkruan një tekst në anglisht edhe ai teksti anglisht shqiptohet në zërin tënd. Pra, janë krijuar aplikacione të cilat nga një fotografi të bëjmë video të animuar, grup më i famshëm domethënë, që ti për shembull fjala vjen je këtu, edhe Elon Musk është në botën e tij atje, bashkon dy fotografi, mjafton të shkruash në anglisht, për shembull fjala vjen let's play basketball together, edhe ky aplikacion të nxjerr duke luajtur me Elon Musk në basketball. Pra, e kupton sa po ecën teknologjia dhe inteligjenca artificiale shpesh thojnë. Inteligjenca artificiale, çfarë është përdoret? Inteligjenca artificiale është koncept që tregon, domethënë shpjellimin dhe updatimin, domethënë azhurnimin e softwareve dhe hardwareve, pra qarqeve elektronik, pra bota e programimit dhe bota e elektronikës të harmonizuar bashk, sa më shumë të zhvillohen, aq më shumë krijojnë çuditëra. Pra kjo është ideja. Sot, për shembull, para shumë vitesh nuk kishim dëgjuar për makina automjete self-driving cars. Sot ke makina pilot të implementuar me Google Maps që ti çon lokacionin, në të fjalë në vend të zhvilluar, dhe automjeti të çon në destinacione të duhur. Pra shumë gjëra po ndodhin, shumë koncepte, shumë startupe. Erman, për të kuptuar, a ka një qytet, një shtet ku ka vazhduar një testim pilot, që janë duke u implementuar pikërisht këto ndryshime dhe na duket sikur po jetojmë në një botë virtuale për të kuptuar se sa larg jemi ndaj tyre. Disa shtete sigurisht janë shtete të cilët investojnë shumë në teknologji. Domethënë ku eksperimentojnë, mund përmendim ne dim lideri kryesor ras politik dhe ekonomik edhe i teknologjisë të Bashkuara të Amerikës, por nuk mbeten mbrapa edhe Europa e Veriut, pra vendet skandinave. Suedia, që vazhdimisht ka investuar shumë në shëndetësi, në këto kirurgjitë robotike që bëhen. Kemi edhe Gjermania është një vend që investon shumë në botën e elektromekanikës, pra të automobileve, domethënë etj. Japonia, pra janë disa shtete të cilët janë të shquara. Japonia, domethënë zemra e elektronikës, ku zhvillohen, prodhohen chipe, mikrochipe të ndryshme që prodhohen globalisht. Edhe Kina është një vend që me anë të teknologjisë ka zbatuar 80% të tregut global, domethënë, me imitimet gjëra që bën. Kështu që mendoj që ekzistojnë disa, siç e përmenda, janë disa vende ku investohet shumë në teknologji. Pra, pika kryesore e investimit është vetëm të hedhin paratë e tyre në inovacione. Shqipëria është një vend që për shembull ka të ri shumë të apasionuar, ka të ri, domethënë, të cilët e kanë shumë qejf botën e IT-s, botën e programimit, botën e medias, botën e graphic designing, programimit, domethënë është një vend aplikativ që realisht, domethënë, këto të ri zhurnohen nga teknologjitë e huaja. Që do të thotë që edhe Shqipëria është një vend që nuk mund të themi që mund të jetë si Suedia, apo si Japonia, apo si Gjermania, apo si Bashkuara e Amerikës, por
shikoj që aparatura të ndryshme, teknologji të ndryshme aplikohen në forma nga më të ndryshme. Pra, ajo që ne shikojmë është brezit të rive sot që kanë dëshirë të mësojnë, kanë dëshirë krijon, janë goxha startupe, domethënë të cilët eksperimentojnë me biznese të vogla, aplikimin e programeve, softwareve në biznese të vogla dhe të mesme etj. Pra, është një vend që unë mendoj që gradualisht do filloj të përshtatet me inovacionin. Zoti Mertenika ose Ermansi, siç unë të thras në përditshmëri, çfarë mendoni se fiks mandi për të qenë akoma dhe më komod në bisedën që po zhvillojmë. Ne po flasim për këto zhvillime teknologjike, por nga ana tjetër Shqipëria mori një lajm të mirë këto ditë që u shpallë para në botë sipas një indeksi global sa i takon edhe sigurisë kibernetike. Çfarë do thotë kjo për vendin ton? Të paktën në vizionin që ne kemi, duke qenë se shumë platforma të administratës publike tashmë po zhvendosen të gjitha online me anë të teknologjisë që kemi Albanian, por edhe shumë aplikacione tjera. Shiko, koncepti kibernetik ka të bëjë pikërisht për që të ruhesh ose ekzistojnë platforma të IT-s të cilët të cilët janë të sigurta nga goditjet e huaja që ne themi hakerimi, sepse për shembull një haker nuk mund të dominojë ose mund të thyejë atë rrjetin e brendshëm.